Mirë se ardhët në përballje podcast në telegrafi.com. Unë jam Muhamet Herlo. Ky vit vazhdon të jetë gjithashtu shumë i rëndësishëm në aspektin politik në Kosovë sa i përket temave politike dhe ngërçet institucionale. Ne përfunduam vitin 2025 me zgjedhje, e nisëm vitin 2026 me zgjedhje dhe po shkojmë me zgjedhje të reja të jashtëzakonshme. A janë zgjedhjet zgjidhje? Çfarë po ndodh realisht në skenën politike të Kosovës? Cila është alternativa dhe çfarë do ndodh me lidhjen demokratike të Kosovës, me bashkimin e asaj që është quajtur e djathta së bashku në lidhjen demokratike të Kosovës mes zotrit Lumer Abdulxhiku, sekretar, por edhe antarësisë së LDK-s së bashku me ish-presidenten e Kosovës, zonën Vjosa Osmani. Për të diskutuar për këto tema dhe se çfarë na pret gjatë zgjedhjeve, jemi së bashku me Besian Mustafa nga LDK, njëri ishte deputet i zgjedhur në disa legislatura, edhe në këtë të fundit e cila ishte shkurt kësaj rrodhe. Besian, mirë se po takuame. Mirë se gjej, faleminderit për ftesën. Ndjen shumë mirë me vazhdu serinë e këtyre diskutimeve gjatë kësaj periudhe natëshëm zgjedhjet. Mendoj që do ta fillojmë 2026 me tema pak më thelbësore për qytetarët, po vazhdon në vitin 2026 me zgjedhjet. Për diskutimet që kam pas me përfaqësues politik të ndryshëm, të subjekteve të ndryshme, zoti Mustafa, pyetja kryesore ka qenë kush na çoi në zgjedhje? Kush e çoi Kosovën në zgjedhje? Sipas LDK-s. Po, sipas LDK-s, sipas mendimit tonë dhe timit, rezultati në dhjetor, pra me 28 dhjetor atë mbrëmje, gjitha partitë politike kemi pas një pasqyrë, një fotografi të qartë të rezultatit për gjithë secilin. Pra është ditë që vetëvendosja ka fituar 51%, PDK të vetat, LDK të vetat e kështu me radhë. Dhe ka qenë momenti, hajde nashta jo me 28-in se ka qenë e diele, po me 29 dhjetor e hane, rendi shtetëror e ka kërkuar që zoti Kurti, si kryetari i partisë më të madhe, pra me 51%, duke e ditë që në mars-prill, pra vije koha që duhet zgjedhur një president, rendi shtetëror e ka kërkuar që ai me fillu dhe me kontaktu kryetarët e partive tjera, edhe me thonë burra e gra, në mars kemi me zgjedhë një prezident se për ndryshe përfundojmë prapë në zgjedhje. Shu shpja bojmë kësaj pune. Po e votojmë edhe një herë Vjosën, s'po e votojmë Vjosën po dikën tjetër, a ka dikush në ide më të mirë, unë i kam 57 deputet pra si vetëvendosje, pastaj përfundojmë me 66 deputet bashkë me koalicionin e tij, me minoritetet jo serbe, por na mungojnë edhe disa vota për me bo minimumin e nevojshëm pra 80 deputetëve. Pra i takon partisë më të madhe që ka më shumë të deputet që të krijoj konsensus, po e them këta shqip se marrum të fol me gjuhë letrare. Shumë mirë. Po. Edhe kjo është një bashkëbisedim, jo intervistë klasike për me kuptu njerëz ai që ka më shumë të vota në kuvend, përderisa e ka privilegjin me qenë më i madhi, pra e merr edhe kryeparlamentarin edhe qeverinë, njëkohësisht e ka edhe përgjegjësinë më të madhen. Pra s'mundesh me qenë partia më e madhe me marr pjesën më të madhe të pitës që thot populli, pra me pas privilegjet e pushtetit, po mandej mos me pas asnjë përgjegjësi ndaj proceseve shtetërore. Prandaj zoti Kurti ka taku që me 29 dhjetor, me njëherë me fillu mi thirr kryetarët e partive, edhe mi thon hajde zgjidhim një zgjidhje. A ka fillimisht një kandidat që unë si kryetari i partisë më të madhe, po e zgjati dorën, po e nisi punën i parë me ndërtu ura lidhse me parti tjera, sepse kushtetuta na e ka qit një prag shumë të lartë për presidentin. Pra minimumi 80 deputet për me zgjedh presidentin. Unë si Albin dhe vetëvendosje si kam veç vet, ju parti tjera nuk i keni veç vet, do me mu ullë dhe me zgjedh një kandidat. Emirat Mirës kish me qenë një kandidat, si shka propozua dhe LDK janë fillim, një kandidat që na përfaqëson krejt partive politike në parlamentin e Kosovës. Pra një kandidat me cilin pajtohem që të gjithë, sepse edhe kushtetuta na obligon me shku në drejtim. Po nëse nuk mundemi, atëherë e bëjmë një marrëveshje politike mes 2 ose 3 partive politike që zbashku i kanë minimalisht 80 ulse në kuvend. Fatkeqësisht zoti Kurti në asnjë moment, për 29 dhjetorit e deri tash, kur edhe dështoi zgjedhja e presidentit dhe shkum zgjedhjet e jashtëzakonshme, në asnjë moment nuk ka tentuar një gjë të tillë. Na ka ftuar në takime, kemi shkuar në takime, por në asnjë moment nuk ka qenë i gatshëm ullë dhe me bisedu qoftë për një emër që na përfaqëson gjithëve. Këtu përjashton një përfaqësues të familjes Jashari, të cilin ka qenë hap i duhur, por dështoi, pra zoti Kurti dështoi ta bindë një antar të familjes Jashari që të jetë kandidat për president, që besoi fuqishëm do të ishte kandidat që të përfaqësonte gjitha partitë politike parlamentare në Kosovë,
pasi dështoi në këtë drejtim, e la procesin aty. Pra nuk pati një tentim tjetër që të ndërtoj një ura ndërlidhëse me partitë e tjera për me e gjetë një kandidat tjetër që na përfaqëson tjerëve ose që përfaqëson një shumicë të nevojshme prej 80 deputetëve. Zoti Mustafa, qëllimisht lash te pjesa e parë me shpjegu qëndrimin e LDK-s sa i përket kësaj teme. Po kjo nuk ndodhi realisht dhe pasaj filluan akuzat dhe akuzat. Po para se të shkojmë te akuzat dhe kundër akuzat dhe çfarë na pret realisht në këtë parafushat dhe fushat zgjedhore të rregull që vjen nga ana KQZ-s pasaj me datat specifike. Gjithashtu vetëvendosja që e përmendet si partia më e madhe thot se ne provum disa opsione. Pra, zoti Kurti doli pastaj dhe përfaqësuesi të këtij subjekti politik duke hedhur akuza dorën zëm kryesisht te LDK-ja, me cilën sepse përshtypja ishte fillimisht nga takimet e zotit Abdiziko dhe zotit Kurti që mund të ketë një zgjidhje. Kështu të paktën perceptimi i publikut sepse zgjatën disa takime dhe takimet zgjasin më shumë se 2 orë. Dhe kur shkon njëri në takim më shumë se 2 orë, duket ta jepni përshtypje që ka zgjidhje. Dhe ata thanë, ne propozuam kandidat politik, nuk i deshën. Ne propozuam të partisë, zotin Konjufca dhe Fatmire Mollaqa Kolçako. Ne propozuam kandidat zotin Jashari që nuk jetë, Andinoti që përmendon në diskurs publik, nuk ndodhet ajo. Pastaj ishte zonja Feride Rushiti si kandidate sipas lëvizjes vendose që mund të ishte konsensuale. Ata përgjujnë fajin të jo. Kryesisht. Po kthena kronologji, po kthehemi pak historikisht. Pra, në takimet e para, po i komentoj deklaratat publike. Pra, pas takimit parë Kurti Abdizhiku, zoti Kurti doli para medjeve edhe u shpreh që nuk është mirë, po e parafrazoj, që nuk është mirë që kandidat për prezident tjetë dikush me librejës partijake. Po, kështu u thanë. Dhe ne u pajtuam. Dhe u pajtuam edhe në takim, po u pajtuam edhe publikisht. Dhe përkrahëm këtë qasje. Pra dhe LDK pajtohet me qasjen që për shkak se duhet konsensusi gjerë, pra minimumi 80 vota, u pajtuam që tjetë një kandidat pa librejës partijake. Por pas atij takimi, për te deklaratave, vetëvendosje shumë shpejt rrshiti në komplet drejtim të kundërt, pra 180 shkallë. Nga deklarata publike që nuk dëshirojmë të kemi kandidat me librejës partijake, përfunduan në njeriu më të dytë më të votuar në vetëvendosje zotin Glauk Konjufca si kandidat dhe një tjetër deputete aktuale vetëvendosjes si kandidate për prezidente. Pra, vetë standardin që e vendosën vetëvendosja dhe zoti Kurti për një kandidat jo politik e thyen vetë brenda pak ditësh dhe thanë jo, po e qesim Glaukun dhe atjetën. Pra, e shkatrun vetë standardin që e krijun. Pra, nëse dikush është fajtor për shkatrim të standardeve që me cilat u pajtum edhe LDK-ja që zgjedhim një prezident për te radhëve të partive politike, ata e shkatrun vetë dhe u shkatru, po shprehim kështu krejt shqip, u shkatru edhe këtë procesi pastaj, sepse kur fillon ti më thon po e bojmë një kandidat që nuk është partijak as i joni as i juji, po i përbashkët që përfaqëson interesa për te partive politike, edhe pas një javë dhe ditë, tash nuk kujtohet saktë, vazhdon me kandidat 2 antar, 2 deputet të partisë tënde, pra e shkatron gjithë procesin. A din që thash në fillim, ai procesi i ndërtimit të urave lidhëse në mes të partive, aty u ndërprej procesi, aty u ndërprej ura lidhëse në mes të 2 partive politike për të zgjedhur një kandidat. Pra nuk është faji LDK-s sipas josh. Sepse ai thotë ja ofruam edhe bashkëverisje. Po ne e kam për publikun, e di. Pyetja është për publikun me qartësu. Pa merak, e kuptoj. Por po flas për atë që dihet publikisht. Pra një parti që thot jemi për një kandidat jo partijak dhe pastaj i emron, i propozon 2 kandidat nga rreth e partisë vete, pra dihet qartë publikisht se kush e shkatroi procesin e ndërtimit të urave lidhëse në mes të 2 partive politike, në këtë rast vetëvendosje dhe LDK. Pra nuk e shkatroi LDK-ja, sipas. Në asnjë moment, dhe kjo është përgjigje edhe për vetëvendosjen që thot po LDK-ja nuk po propozon kandidat, sepse ne dëshironim që të kishim një marrëveshje që i siguron 80 deputet në kuvend. Pra ti nuk shkon aty dhe flet qysh me ndërtu urën lidhëse me siguru 80 deputet në sallë, e mandej del edhe thu, jo na kandidat e kem Besian Mustafën prej radhëve LDK-s. Pra ti don me ndërtu urën, jo me shkatru urën. Pra LDK-ja në asnjë moment nuk ka propozu emër, sepse ideja ka qenë, hajde po pajtohemi që po i bojmë bashk 80 deputet për një kandidat të përbashkët,
po i caktojmë kushtet dhe kriteret çfarë presidenti po dojmë. Apo dojmë president që është i aftë dhe ka përvojë profesionale e politike në marrëdhënie ndërkombëtare. Apo ndoshta ushtarake. Mos harrojmë, Kosova është në një moment historik që ka interes urgjent që të bëhet antare në NATO. Ndoshta ishim pajtu për një ushtarak i cili ka lidhje dhe Dhe qëllim synim. Po pra, që ta antarësoj Kosovën në NATO dhe pastaj qeveria, kuvendi kishin përkrahët president me antarësu Kosovën në NATO. Apo diçka tjetër. Pra fillimisht merresh vesh çfarë lloj presidenti po doj me e pas dhe pastaj thu okay. Në këtë kornizë, në këtë profil që e vendosëm së bashku çfarë presidenti po doj me e pas, po takohemi mas 2 ditëve, 3 ditëve, 4 ditëve, ti e ja me 3-4 propozime, unë po vi me 3-4, edhe ulemi së bashku, ulemi 2 orë, 3 orë, 5 orë, edhe këto 5-6 propozime shkojmë të reduktu në një emër të përbashkët, që pajtohemi të dy palët, që i përfaqëson pra këtë profilin e përmbush të kushtet. Por sa rritëm fatkeqësisht në asnjë moment deri këtu. Pra ne bisedonim, hajde çush t'ja bojmë që të merremi vesh po e bëjmë një kandidat të përbashkët, po pajtohemi për kushtet, kriteret, parime, çfarë presidenti po dojmë, çfarë politikash, çfarë projekte, çfarë programesh ka me shtytutje ai president dhe na kemi me përkrahë edhe si qeveri edhe si parlament, por fatkeqësisht do t'i kurtë ke jo. Leti profilin e presidentit, leti projektet e programet e vizionet e presidentit, leti profesionalizmin e përvojën e presidentit, ama ne jamën së ne kom dhe anat partisë teme. Pra kështu nuk ndërtohen urat, kështu shkatërrohen urat. Pastaj gjithashtu pati le themi tentim fajsimi nga dy palët, sa i përket edhe emrave dhe nënshkrimeve për zonën Vjosa Osmani, e cila fillimisht ish presidente në zonën Osmani, e cila fillimisht nuk ishte përmendur si emër as konsensual, as nga lëvizjeve të vendosje, për me qartësu për publikun, pas nga parti tjera nuk ishte një unifikim partit opozitari për një emër konsensual për ta sfidu, le të themi, para publikut, se opozita nuk i kishte numrat pa lëvizjeve të vendosje, po për ta sfidu lëvizjeve të vendosje para publikut që pse arsyeja pse po shkojmë zgjedhje Besian nuk është opozita, apo është lëvizja vendosje. Që kjo nuk ndodhe. Po, kërkush nuk i pat numrat me bo presidentin vet. Pra kërkush nuk i pat 80 deputet në kuvendin e Kosovës për me bo presidentin vet. Kjo është realiteti. Dhe këtë realitet e kemi ditë në 10 natës me 28 dhjetor. Këtë partit e kemi ditë. Kërkush nuk i ka 80 deputet për me bo presidentin veç vet. Dhe duhemi dyqysh me bashkëpunu, me e gjetë një rrugë për me ndërtu do ura, ku takohemi në mes dhe bojmë një kandidat të përbashkët. Kjo është realiteti dhe këto së ne mohon kërkush. Partit opozitare në këtë mandat kalum, edhe po t'ishin bo bashk, nuk e kishin bo 80 deputet. Pra, gjithsesi duhej përfshirja vetëvendosjes. Prandaj po them, çelësi i zgjedhjes ose mos zgjedhjes së presidentit ka qenë dhe mbetet vetëvendosje, sepse kishte mas shumë ti deputet. Krejt partit tjera me u bo bashk nuk kanë mujt me i bo 80 deputet pa vetëvendosjen. Pra, pa përfshirjen e vetëvendosjes nuk ke mujt me zgjedh president. Prandaj dhe çelësi ka qenë për të mirë e për të keq, ka qenë vetëvendosja. Pra nëse dënë ti me thonë, nëse ti zgjedh presidenti, vetëvendosja kish mujt me thonë po, ne me 66 deputetët e koalicionit kontribuam për me zgjedh presidentin. Po kur nuk zgjedhet presidenti, vlen e kundërta. Pra, Vjosa Osmani i kishte votat e lidhjes demokratike. Tash po dal datje. Dhe në momentin kur 66 deputet nuk kontribuojnë me zgjedh presidentin, e kanë dhe dështimin 66 deputet, e jo partisë LDK me 15 deputet. Sa i përket zonës Osmani, besoj edhe Vjosa flet vet për këtë çështje. Por zoti Kurti e kishte bërë të qartë që në fillim që nuk ka as pak vullnet me kandidu Vjosa Osmani. Faktës kalon përshtypje, nuk publik që ne kemi pa. Në asnjë moment nuk e ka përmend fare. Pra, sepse ju kujtohet para 5 viteve e ka propozu dhe Vjosa Osmani është bërë presidente. Në asnjë takim, zoti Kurti nuk ka fol për Vjosa Osmanin. Në asnjë deklarat për media pas këtyre takimeve nuk e ka përmend Vjosa Osmanin. Në fakt ka qenë Lumira Bexhiku ai i cili ka fol për Vjosa Osmanin, për Albin Kurti në asnjë moment. Ju kujtohet pastaj dhe takimet Albulina Haxhiut me Vjosa Osmanin, pastaj dolën edhe në publik pra diskutimet që Albini ka ofru Vjosës ministrinë e jashtme ose ministrinë e arsimit, nëse performon mirë, pastaj shohim edhe për tjerë. Pra, besoj po them edhe një herë, Vjosa flet për detaje në ndërkohë vet, por kjo është çështja e Albin Kurtit, pra presidente jo se jo, unë bëj ty ministre e pastaj shohim rrugës a performon ti, a punon mirë apo jo, edhe pastaj shohim.
Sa i përket LDK-s, thash edhe një herë, ne asnjëherë me vetëvendosjen fatkeqësisht nuk arritëm deri te ajo fazë që të flasim për kushtet, për kriteret se si duket një president, pastaj për të folur edhe për emra. Po kur insiston të vetëvendosje, sepse filluan pastaj një fushat kështu të mediatike, publike, që LDK nuk është e unifikuar. Ne tham, jo, jemi të unifikuar. Ja ku i ke 15 nënshkrime, dhe një listë të përbashkët të 15 deputetëve për një kandidat që e propozon LDK-ja. Pastaj u sfiduam, a mund të jetë ky kandidat i LDK-s të jetë Vjosa Osmani? Po mund të jetë. Pra i kemi 15 nënshkrime për një kandidat që vjen nga rrata e LDK-s, dhe po mund të jetë edhe Vjosa. Ishin të gjitha votat që u diskutuan të dorën zamër dy deputet, Zoti Abdullah Hoti dhe Hikmeti Bajrami, të cilët u përmendën në publik që mund të mos jenë në grupin atyre njerëzve. E kuptoj diskursin publik, por realiteti është këtë tjetër. Pra, Hikmeti Bajrami dhe Abdullah Hoti nuk di që kanë pas një pik në karrierën e tyre politike brenda LDK-s që nuk i kanë zbatu vendimet finale të partisë. Pra mund të kenë mendime ndryshe, për momentin kur merret një vendim me shumicë të votave në organet vendimase të partisë, unë nuk di. Prej atësaj një, pra historikisht, prej kuri një, edhe Hikmetin edhe Abdullahun, nuk di një moment vetëm karrierën e tyre politike që nuk e kanë zbatu vendimin e partisë. Dhe po them edhe një herë, atë ditë në atë listë kanë qenë 15 nënshkrime të 15 deputetëve të LDK-s për një kandidat ka LDK-ja, që natyrisht. Pra nuk ka ajo lista për marrëveshje politike që ju shojt, pastaj fillojmë u interpretu, nuk është lista për kandidat, për një kandidat konsensual ose po është për marrëveshje politike fillon me interpretua edhe nga lëvizja vetëvendosje. Nuk e kuptoj pse kanë interpretuar ashtu vetëvendosje. Po më ke po diskutime. Po nuk e kuptoj, po them pse kanë interpretuar ashtu. Në shkrimet e LDK-s kanë qenë për me bëj çfarë dy gjëra. E para, që LDK-ja është e bashkuar, është unike, ke 15 deputet që janë të një qëndrimi, dhe ne nuk kemi nevojë me shku me parti të tjera në këtë rast, sepse sfida, kërkesa e vetëvendosjes ishte bëni 3 kandidat bashkë me PDK-n, dhe ne u kundërpërgjigjëm, s'kemi nevojë të bëjmë 3 kandidat me PDK-n. Ne kemi 15 nënshkrime të unifikuara, të bashkuara për një kandidat që e sjell Lidhja Demokratike e Kosovës, pra i bëjmë thirrje vetëvendosjes e bëjmë një kandidat të përbashkët, ju i sjellni 66 vota, ne i sjellim 15, së bashku bëjnë 81, pra një më shumë se sa që kërkon Kushtetuta e Kosovës, dhe brenda një ore e zgjedhin presidentin e Kosovës. Në asnjë moment nuk morën përgjigje pozitive nga vetëvendosje. Filluan, siç dinë ata zakonisht, me ato rimat e tyre me statuse në Facebook, me shëndru këta në hajgare, në sulme politike e tjera, por e sfidoj vetëvendosjen, le të na gjejnë një moment kur na kthyn përgjigje serioze në këtë ofertë tonë. Ne kemi 15, ju i sjellni 66, e bëjmë presidentin. Kjo pyetje jotja, po besoj që kam zbërthy edhe në gjatë fushatës zgjedhore, kur do të jem përfaqësuese të gjitha subjekteve politike, po besoj që atë do të shohim për shkak që ky nuk është intervistë klasike, është një bashkëbisedim, e shtjerrëm temën e parë që ka të bëj Besian me çështën pse po shkojmë në zgjedhje dhe ai fajsimi e subjekteve politike. Por çka ndodhi pastaj është te pjesa e dytë LDK-ja, LDK-ja në zgjedhje dhe bashkimi të cilin edhe kryetari Abdigjiku, por edhe kryesia e LDK-s në takimet e fundit doli me një bashkim edhe nga zonja Osmani edhe nga zoti Abdigjiku. Çka synon me këtë bashkim të së djathtas, edhe si mund të ndikojë zonja Vjosa Osmani te votuesit e LDK-s dhe në përgjithësi te votuesit e Kosovës? Tash nevoja për me bashku të djathtën, përveç si qëllim fisnik politik në vetvete, është edhe goxha praktike. Pra, më lejet kthehem veç pak në histori. Është saksisht e djathta, është saksisht LDK-ja, që para një 3-14 vjetëve pa të propozu që presidenti, ju kujtohet në kohën e Atifete Jajabes, po flas në ato procese, LDK-ja pa të propozu që me u zgjedh presidenti drejt për drejt nga populli. Edhe në herën e fundit, pra në këtë legislaturë, kur u soll edhe një herë ky propozim, doli kryetari i LDK-s Abdigjiku dhe tha ne i kemi votat për, e përkrahim këtë çështje, ka qenë kërkesë jona, çështja jona para 15 viteve dhe vazhdojmë e përkrah. Fatkeqësisht nuk kemi mujt me aprovu, me miratu me vota në kuvend, me 2/3 e 2 fishta, sepse për me ndru Kushtetutën e Kosovës të duhen 2/3 e 2 fishta. Pra 2/3 e deputetëve shqiptar dhe 2/3 e deputetëve jo shqiptar. Dhe nuk kemi arrit me ndryshu Kushtetutën këtë pikë që presidenti me u zgjedh prej popullit para 15 vjetëve, kemi mujt as tash në 2026. Kjo ka qenë ide e LDK-s dhe mas 15 vjetëve po sillemi te idetë e LDK-s.
Ke pas idenë e LDK-s për gazin amerikan. Është refuzuar nga kjo parti në pushtet, shihet ta Shqipëria po e realizon gazin, pra centralin e energjisë elektrike me gaz amerikan, po ndërton central, po ndërton tubacion me sjell gazin amerikan, saksisht Shqipëria, shteti jon që na është dashur me e kopju, këtë rast kemi qenë një hap para Shqipërisë, kemi pas përmes Greqisë, Maqedonisë me pruvës gazin amerikan në Kosovë, përveç me ndërtu tubacionin dhe centralin me gaz amerikan në Kosovë, i njëjti tubacion kishte me vazhdu edhe në Serbi. Pra gazi amerikan në Serbi kishte me shku përmes Kosovës. A është, nuk e di çush nuk e kuptojnë sa e thjesht, sa e qartë është që Kosova çfarë ndikimi ekonomik e gjeoekonomik kishte me pas mbi Serbinë, sepse gazi amerikan me cilin e Serbia prodhon energji elektrike për shtetin e saj, kalon përmes territorit të Kosovës. Dhe në çdo konflikt të mundshëm që ti kishe mujt me pas Serbinë, ti kur dush po shojna Shqip e kishe nalt çeshmën e gazit e kishe thënë se bizi jo, dispunosh me çukryt ndaj meje, sa ta nali çeshmën e gazit. Por jashtë kjo qeveri e ka refuzuar. I përmenda këto dy raste për me tregu që e djatha LDK-ja, e djatha në qendër me LDK-n, i ka propozu këto ide, këto projekte që është para 10-15 viteve e saksisht sot po kthehemi aty. Pra përveç qëllimit fisnor me bashku të djathtën në Kosovë, ka dhe arsye praktike pra për me pas zhvillim ekonomik e ligjore kushtetues. Tash po kthehemi konkretisht. A mundën mu kthye djatha me bashkimin e zonjës, rikthimin e zonjës Osmani në LDK? Po tentojmë, Muhamet, pra kjo është edhe ideja, shiqa, po du me qenë kreti sinqert. Çdo individ, çdo parti politike, LDK është partia më e vjetër politike në Kosovë e në krejt Ballkane, po flas për partive kështu saksisht e qartësisht demokratike. Kur je gjatë në politikë, si individ dhe si parti politike, nga e kaluara mund kesh edhe lëndime, edhe plagë. Kjo është mëse e sinqert. Dhe mëse evidente, nuk e kam tërmen me të këshurë në sy e me të rajshë jo, nuk mirë është që e nisë me qenë vetë se pyetja jam ke pasaj, po në 2021-ën ishte situatë tjetër. Sot është 2026-ën, është një rrethon tjetër. Zona Osmani ishte diku tjetër. Por partit politike edhe politikan si individ, në fillim të ditës dhe në fund të ditës, nuk ekzistojnë me shërby partive tyne politike ose vetvetes, po ekzistojnë me shërby qytetarëve të Republikës Kosovës. Pra Besian Mustafa nuk është në politikë për me shërby LDK-s edhe Besian Mustafas edhe familjes Mustafa. Besian Mustafa dhe krejt politikan tjerë që jemi në Kosovë, shpresoj që pajtohen me mua e mendojnë si une, na jemi në politikë për me shërby qytetarëve të Kosovës. Dhe këto plagë që i kemi, se fundja, për shembull, këto plagë që po flasim unë e ti, nuk janë personale, janë politike. Pra këto hidhrime, fërkime që i kemi janë puro politike. Edhe duhet ta gjejmë gjithsecili edhe forcën, edhe dijen besa, me i te i kalu këto, me thonë që Muhamet, para një 5 vjetë unë e ti u patëm idhnu me një farë debati, kemi pas një proces politik, një garë politike, unë e ti dhe u patëm idhnu, po edhe ti edhe une jemi këtu për mi shërbysht në qytetarëve të Kosovës, edhe po bohemi pak më të mesëm, pak më të rritun e pak më të pjekun, po te i kalu. Kështu jetu e po, Besian? Saksisht. Po saksisht. Edhe po i te i kalojmë këtu, edhe po i shërbejsh aty në qytetarëve të Kosovës. E këto momentale që kanë qenë, këto fërkimet që i kemi unë e ti, e ne të tjerët, hajde i te i kalojmë se nuk janë personale, në fund të ditës nuk i kemi kurrë personale, me një moment të caktuar, në një rrethon caktuar me politike nuk kemi pajtu, i kemi ndarë rrugët, sot kemi gjetë rrugët përbashkët prap, rikthehemi, ribashkohemi dhe e shtyjmë një projekt, thash edhe një herë, për të mirën e qytetarëve të Kosovës. Prandaj edhe në këtë drejtim, për të mirën e qytetarëve të Kosovës, po tentojmë, po punojmë me u bashku e djahta. Kjo përfshin Vjosa Osmanin dhe kjo përfshin çdo emër tjetër. Këtu po e shfrytëzoj, po e mirë përdori edhe këtë mundësi, po e shfrytëzoj këtë mundësi me i ftu të gjithë ata që e ndjejnë veten të djahtë, që për çfarë do arsye në rrugtimin e tyre politik janë largu nga LDK-ja, me u kthy në LDK. Me u kthy në LDK, a mund të ketë kjo efekt pastaj në zgjedhjet e 7 qershorit, Besian? Për shkak që e nesëm fillim, zgjidhjet shpesh zgjedhjet janë zgjidhje në situata si kjo që u bllokuam. Pra, por duke pas ciklin zgjedhor që ndodhi, duke pas situatën politike ngërçen, ky elektorati nuk jena na 20 milion, jena qëta që jena 1.5, 1.7, përfshi dhe diasporën pasaj në këto zgjedhje. A beson që do të keni mundësi për me para publikut me ringrit që një numër i konsiderueshëm i njerëzve nuk ka dalë zgjedhje në vitet e fundit. Pasi është një grup i njerëzve që nuk janë militant dhe simpatizant të partive politike, po votojnë sipas me momenteve të ndryshme që vendosin.
është një grup i njerëzve që zolën fare me zgjedhje. A keni me arrit me ringrit ose me kap këtë lloj audiencë të votuese? Që kjo është detyra jonë, që kjo është puna jonë, pra me bashkëbisedu me qytetarë, qoftë drejt për drejt, qoftë përmes juve në këtë rast, me bashkëbisedu me qytetarë dhe me ja shpjegu edhe vizionin ton, edhe arsyen e bashkimit, edhe çka i ofrojmë qytetarëve të Kosovës, sepse thash, në fund të ditës, secili prej neve nuk ekzistojmë në politikë, si individe, si organizata politike, si parti politike, nuk ekzistojmë për qëllime në vetvete, veç me ekzistu si politikan, por ekzistojmë për me u përmirësu, për me u shërby qytetarëve të Kosovës. Prandaj do të mundohemi prej tash deri me 7 qershor me shpjegu këtë gjë, me shpaloz vizionin e programin ton, që me i bind qytetarët e Kosovës, që LDK-ja në këtë rast, e djathta e bashkuar në këtë rast, është opsioni më i mirë për me u përmirësu jetën atyre. Jo opsioni më i mirë me dalë në studio televizive edhe me u sha me zveti, jo opsioni më i mirë me dalë në Facebook edhe me u sha me zveti, po opsioni më i mirë me punu për qytetarët e Kosovës. Ata mandeli ta vlerësojnë se kujt i besojnë më shumë. Demokracia, bukuria e demokracisë është kjo. Partitë politike i shpalosin idetë, i shpalosin ekipet, i shpalosin programet, qytetari vendos. Momentin qytetari pendohet, thotë, kam dhënë votën vetë vendosjes, po nuk po më shërben mua si qytetar, që kam menduar se ç'kam ka premtuar, që kam më shërby, e votoj dikën tjetër. Prandaj edhe kjo është shumë e mirë ajo që e thatë ju, që qytetarët e Kosovës në masë të madhe nuk janë militantë të partive politike, po janë militantë të vetvetes, janë militantë të nevojave të tyre dhe të familjeve tyre. Dhe ata vlerësojnë cila parti politike, me cilën ekip, me cilën program, besojnë që ju shërben më mirë nevojave tyre dhe familjeve tyre, ato e votojnë. Momentin që nuk realizojnë premtimet, votojnë dikën tjetër. Puna shkon koha shpejt edhe në minutazhet, tema jashtëzakonisht e rëndësishme, 10-15 minuta të fundit i kam edhe një dy çështje zoti Mësova, të cilat po duam mi zhvillu, që kanë të bëjnë me zhvillimet e brendshme në LDK dhe Prishtinë, po ato pelona në fund po duhet edhe pak të zgjedhë dhe te bashkimi i zonës Osmani dhe grupit që ajo do të ketë në listën zgjedhore të LDK-s. A mund historikisht e shpjegove edhe aspektin pse po ndodh ky bashkim, edhe pse është e nevojshme mu të kalu ato momentet edhe të hatërmbetjes të gjitha. Por është pyetje gjithashtu legjitime shumë, pasaj a mund të harrohen të gjitha për një herë, kur dihet faktikisht që në këtë periudhë, ndoshta s'po them ju personalisht, po nga shumë zyrtarë edhe të LDK-s në forcë të ndryshme kanë quajtur zonën Osmani, le të themi, dëmtuesin më të madhe që ja ka bë LDK-s me rezultatin e fundit para 4-5 vjetëve, duke quajt madje edhe notere, dikush që i shërben zotit Kurti, dhe tash rikthimi i saj në LDK, në listën zgjedhore së bashku, a mund kjo, a do të arrijë elektorati i LDK-s mbi të gjitha, rrugovistët fillimisht LDK-s dhe pasaj për pas më shumë votues, me pranu këtë moment? Unë jam e bindur se po, më lejo të rikujtoj, Liga Demokratike e Kosovës nuk është ky procesi i parë i ribashkimit të saj. Pra kemi pas në të kaluarën rastin e LDD-s. Pra mas disa vjetëve që është rikthyer tërë LDK-ja me strukturë, LDD-ja me struktura, me individ, me gjitha, dhe është mishëruar në LDK. Në LDK në të kaluarën një parti e tërë, partia Ora, është shkri në LDK dhe pozitat udhëheqëse të asaj partie janë shkri në LDK. Pra LDK-ja dhe elektorati i LDK-s kanë përvojë në këtë drejtim, të bashkimit, të ribashkimit, të shkrirjes partive tjera në vetvete, e të bashkëpunimit me partitë e tjera, historikisht ose në momente të caktuara. Pra edhe LDK-ja si parti politike, po edhe elektorati jon ka edhe kapacitet, edhe përvojë për thashë një herë, për të tejkalu hatërmbetjet momentale për një qëllim më të madh. Pra kjo është historikisht e vërtetuar dhe unë nuk kam dyshim as strukturat e partisë e as në elektoratin e LDK-s që edhe në këtë rast nuk do të pritet mirë. Edhe në këtë rast kanë me gjetë forcën me të kalu gjitha hatërmbetjet e kaluara për një të mirë më të madhe. Është projekti përbashkët i secilit LDK-ist e rrugovist e djathtist në Kosovë me u bashku në këtë projekt për me shty Kosovën përpara, për me të kalu një ngërç politik, ekonomik, diplomatik, ushtarak që ka Kosova në këtë moment. Për me përfundu si tema dhe mos më u kthy me pasaj vetëm te Prishtina edhe te se çfarë po ndodh, pyetja e fundit që ka të bëjë me zgjedhjet dhe çka na pret në fushat, i përmendet tërthorazi çka do të jetë oferta e LDK-s, ajo që thatë bashkimi,
do të jetë që do flasim për projekte, për zhvillim, çka do të jetë fokusi kryesor në këto det të kësaj. Edhe pse dorën zamën nuk janë moti që kemi ose edhe tjera, do të ketë riciklim të temave jo nga ajo, po nga të gjitha partitë politike. Sakt. Po LDK-ja historikisht ka qëndruar për zhvillim ekonomik. Pra dhe njihet si parti që ka më shumë të ekonomist në radhët e saj, pra fokus i madh i programit ton ka qenë dhe vazhdon të jetë zhvillimi ekonomik. Pra po, janë të mira disa projekte, këto programet sociale, pra shtesat për fëmijë e tjera, janë të mira, duhet i mbajmë ato, por ideja jonë është të kemi një zhvillim të hafshëm ekonomik, ku gjithë secili qytetar i Kosovës ka një vend pune dhe një pagë të mirë, deri në atë masë që nuk ka nevojë as për ndihmë sociale nga shteti. Pra secili qytetar i Kosovës të jetë i arsimuar, të jetë i punësuar, të ketë një pagë të mirë, të jetë kontribut dhënës për shtetin e Kosovës, për shoqërinë e Kosovës, dhe ky është vizioni i LDK-s. Në rrafshin diplomatik kemi nevojë urgjente Muhamet me shpërthy për te izolimit diplomatik që është bërë Kosovës. Antarësime, njohje të reja. Mas pari, fatkeqësisht kryeministri i Kosovës i ka 6 vjet që nuk ka qenë zyrtarisht në takime të nivelit të tij në Washington, epicendra e këtë botës demokratike, botës zhvilluar është Washington DC, kryeqyteti i Amerikës. Kryeministri i Kosovës në këto 6 vjet nuk e ka një takim të vetëm të rangut të tij, por e ka vetëm një, dhe ato kur e ka marrë Vjosa Osmani me vete në takim me sekretarin e shtetit amerikan. Pra vetëm një takim e ka dhe ato e ka me Vjosa Osmani. Asnjë takim të tillë. Kemi nevojë me i rindërtu këto relacione, këto lidhje, këto marrëdhënie të Kosovës me Amerikën, me Bashkimin Evropian, me Gjermaninë, me Francën, Italinë, shtetet mike, e natyrisht mos t'i harrojmë edhe do shtete shumë të rëndësishme si Spanja, që është shtete anëtare e NATO-s, e cila ende nuk e njeh Kosovën. Është e pamundun Kosova me u antarësu në NATO pa i rregulluar marrëdhëniet me Spanjën. Dorën zamën zoti Kurti ka nejtë ka gjë shumë Greqi edhe Spanjë për shkak të partit, po nuk ka pas ndonjë. Ai dim për çka po shkon Mohamet, se kemi obligimin e timi një qytetar të Kosovës. Albin Kurti shkon në Greqi edhe në Spanjë, jo me tentu me i bind ata me njoft Kosovën, me antarësu në BE edhe me antarësu në NATO. Po shkon atje te partitë e majta të socialistja internacionale, çka është ajo, me fol për ideologji, për ide, programe marksiste, komuniste. Pra me këto qëllime shkon atje. Nuk shkon si kryeministri i Kosovës me u taku me kryeministrin e Greqisë, të Spanjës, me bind me njoft Kosovën, po shkon me u taku me partitë si motrat e të majta, me komunistë, socialistë, me fol për ideologji marksiste, leniniste. Kjo është fatkeqësi. Pra kemi nevojë dhe kjo është pra programi i LDK-s që më rindërtu lidhjet tona me shtetet perëndimore, me shtetet mike që na kanë ndihmuar me u bë shtete me qenë pavarur, po natyrisht edhe me shtetet që ende nuk e kanë njoftë Kosovën, që na ndihmojnë me antarësu në BE e NATO fillimisht. Nuk moj pa e kalu se ta shumë ronë man, që javën e kalu me kisha zotin Dardan Molliqaj, kryetari PSD-s, që po garojnë për herë të parë në zgjedhje, tha bashkimi i zonjës Vjosa Osmani me kryetarin e LDK zotin Lumir Abdigjiku, kështu tekstualisht, është për me pështu këta njëri tjetrin. Pra, zotri Abdigjiku me pështu vetën sekretari i LDK-s, ndërkohë që Vjosa Osmani, ish presidentja, me mbet politikisht aktive, sepse nëse nuk ka zgjedhje, ajo mbetet si ish presidente edhe u prole. A është qëllimi kryesor që kjo dhe që është përgjigje saj? Unë veç e spjegova, fatmirësisht veç e spjegova qëllimin arsyeën e bashkimit, pra thash është ideja për te individëve, për te partive politike. Edhe zonja Osmani, edhe zoti Abdigjiku, që të dy kanë një bagazh profesional e politik, që edhe nëse nuk udhëheqin parti politike, do të vazhdonin të ishin suksesshëm, edhe në jetën private, edhe në jetën publike e politike. Pra nëse e sheh kështu puro nga rrafshi individual, Vjosa Osmani kish pas një jetë shumë më të lehtë, shumë më të mirë, pasi që i ka përfunduar mandati si presidente, i gëzon disa benefite shtetërore si ish presidente, ka mujt me themelu një fondacion Vjosa Osmani, me shetit botën majtas e djathtas, me shku në për universitete prestigjioze, me ligjëru për Kosovën, për demokracitë e reja e tjera, edhe me kalu një jetë shumë të qetë, shumë të bukur. Pra fakti që Vjosa Osmani vendos dhe dëshiron për kundër asaj jete të bukur që ka mujt me pas si ish presidente, insiston me vazhdu jetën politike e publikën Kosovë me kontribu për shtetarët e Kosovës, është plus e jo aspekt negativ. Prandaj, unë ftoj edhe PSD-n dhe çdo parti tjetër politike të Kosovës, hajde flasim çka kena me ofru shtetarëve të Kosovës, mos flasim për individ e mos të krijojmë betejë individuale, sepse fund ditës shtetarët e Kosovës
nuk na votojnë cili jemi më i bukur, cili jemi më i shpejt, cili jemi më i fortë, cili jemi çka do tjetër, po na votojmë kush kemi programe më të mira, kush punojmë më shumë për qytetarët e Kosovës. Pra të kalojmë këto individuale të flasim për qytetarët. E fundit, jo për garësia, po për shkak që shkum hierarkisht me tema nga niveli nacional, çfarë mundon Prishtinë? Në Prishtinë, LDK-ja së bashku me Përparim Ramën e kemi fitu. Së bashku është Përparim Rama në LDK? Thash së bashku e kemi fitu Prishtinën edhe para 4 vjetëve edhe tash në vitin e kaluar, pra është një ekipe përbashkët që është fitu, janë përmi 3.000 anëtarë të LDK-s në Prishtinë që kanë punu, e kanë kontribu, e kanë bë fushat edhe para 4 vjetëve, edhe vitin e kaluar, që me fitu LDK-ja dhe Përparim Rama, i cila e ka pri listës së LDK-s në zgjedhjet e kaluara. Pra LDK-ja bashkë me Përparim Ramën e kemi fitu komunën e Prishtinës, kemi bu një punë të mirë ato 4 vjetë, prandaj dhe qytetarët na kanë shpërblyj edhe me një mirëbesim edhe një mandat tjetër. Sa i përket po besoj pyetjes që po dënë me dalë te koalicionet komunale, ato janë vendimarrje e kryetarit të komunës, ka pas edhe ai një postim publik që i ka shpjeguar gjithë procesin e gjitha arsyet. Shpresoj e besoj që vjen në Përparimi këtu edhe shpalose. Po, unë e kam pas gjatë zgjedhjeve edhe kemi me pyet, po ajo që publikut po intereson është që zoti Urani Ismaili PDK-s e shpalli koalicionin që ishdosh realisht LDK-ja fillimisht që ka fitu Prishtinën. Ne e morëm vesh në Prishtinë që ka koalicion zyrtar, se jo zyrtar e kemi ditë, po koalicion zyrtar e morëm vesh nga kryetari i degës së PDK-s, në kryetari i PDK-s zoti Urani Ismaili. Pastaj doli zoti Përparim Rama, kryetari i Prishtinës, filloi me prezantu kandidatët drejtorët për në komunë. Çka ndodhi risia ishte që LDK-ja u distancu, tha nuk kemi marrëveshje me PDK-n. Jo, s'ishte distancim, ishte shpjegim për qytetarët e Kosovës për strukturat e partisë. Pra, në nivel komunal, në nivel qendror, kur ke koalicione, ulet kryetari i partisë me kryetarin e partisë tjetër dhe si përfaqësues të dy partive politike arrin një marrëveshje të bashkëqeverisjes, një marrëveshje të koalicionit. Në nivel komunal kjo gjë bëhet nga kryetarët e komunave. Në këtë rast Përparim Rama. Pra Përparim Rama ka një koalicion, e ka shpjeguar vetë tash edhe një herë në një postim në Facebook, i ka shpjeguar të gjitha detajet. Po ka një ka vetë Përparim Rama. Ai ka vetë për shembull, ai tha kryetar të degë. Ti ju jeni një kryetar degë në Prishtinë. Po pra, unë jam kryetar degë, jemi 5 degë në Prishtinë të LDK-s, edhe që të gjithë kemi punu këto sa pi bjem 5 vjet që me fitu Prishtinën, e kemi fitu para 5 vjetëve, kemi fitu vitin e kaluar, natyrisht në krye me Përparim Ramën si kandidat për kryetar dhe kemi fitu Prishtinën. Qeverisjet pastaj lokale, komunale janë çështje të kryetarit të komunës. Këtu po i bëj ftesë Përparimit që të vini në emision te ju, sepse jeni një gazetar i shkëlqyshëm, që të jap dhe detajet shtesë, sepse natyrisht kryeqyteti Prishtina është kryeqyteti i Kosovës dhe natyrisht unë do ta thras, po edhe kërkon vëmendje për shkak që është kryeqytet. Po ajo që unë po tentoj disa pyetje që metën në publik pa u qartësu, pra a ka përplasje më të madhe ose paknatësi në relacionin LDK Përparim Rama, ose më mirë me thonë zoti Lumira Abdigjiko Përparim Rama? Jo, s'ka as ndaz vogël, pra s'ka përçarje e paknatësi. Besoj që e shpjegova, pra kemi fitu Prishtinën së bashku, po e udhëheqim së bashku për koalicionet qeverise lokale përgjithësisht zoti Rama e ka shpjeguar si ka arrit koalicion, çfarë formacionit koalicionit ka dhe si do të vazhdoj tutje. Si parti politike, nuk kemi një koalicion me parti tjera në Prishtinë, kjo është e sqaruar edhe nga vetë partia, por natyrisht zoti Rama, sekretari i komunës, ka bërë një formacion politik për të udhëhequr komunën për 4 vjetë. E qartë, faleminderit shumë zoti Besian Mustafa për këtë diskutim, shpjegim sa i përket situatës politike edhe relacionit dhe qëndrimit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, sidomos në këtë kohë kur ka nevojë për informata sa më shumë dhe sqarime, e pastaj ne do ta shohim se çfarë do ndodhë në fushatën zgjedhore. Faleminderit shumë për ftesën dhe mundësinë. Faleminderit shumë, shkëndëroj me zotin Besian Mustafa nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ku diskutuam për zhvillimet e fundit politike, e në veçanti roli dhe qëndrimi e LDK-s në këtë situatë. Shihemi në përballje podcast tjetër të radhës.